Shumicës prej jush ju kujtohet nga X Factor Albania. Tani më i ka 17 vjetë. E kam fjallën për Kanita Sumën, e cila vjen sonte në prive, për të na folur më shumë rreth karrierës së saj edhe jashtë trojeve ku flitet shqip. E ndjekim bashkë në vazhdim materialin nga Artan Telako. Që është nga të paktat Ndërsa këtë javë që po e lëm pas, Kanita ka publikuar videoklipin e saj më të ri që pason Don't Let Me Go. Dhe se titullohet produksioni që pritet të ketë të njëjtën jehon. Ky projekt ka ardhur shumë spontanisht, do të thënë pas Don't Let Me Go, në fakt gjatë asaj kohe që ka qenë Don't Let Me Go duke qenë në portoplisat më mëdha, ne kemi filluar vetëm me punu dhe i set. E kemi punu me producentin nga Shkupi, Boban Apostolov, i cili është një producent shumë i mirë, i kemi ideat shumë të ngjashme. Gjithashtu edhe videoklipin e kemi bërë me Galactica Pictures, ku jemi mundu me bërë diçka më të thjeshtë për spotin, po edhe diçka më interesante. Viti nuk do të mbaroj vetëm me këto këngë për të, madje ka në plan edhe bashkëpunime ndërkombëtare. Mund atë me ndodhë në i bashkëpunim me një DJ ose një këngëtar ndërkombëtar. Po ajo është vetëm se ende nuk është shumë e sigurt, po shpresojmë që do të ndodhë. Teksa për dëgjuesit shqiptar të muzikës së Kanitës, ka një lajm të mirë. Artistja do të sjellë dhe këngë në gjuhën anëtare. Sigurisht që unë asnjëherë nuk do ta harroj shqip të këndoj, sepse fundja fundit unë jam shqiptare dhe këtu e kam marrë edhe fillimet e mia kanë qenë shqip, ashtu që asnjëherë do të harroj, do të bëj këngë shqip, por pikë së pari, pasi që ja kemi filluar edhe të bëjmë këngë anglisht, edhe të synojmë tregun ndërkombëtar, pse jo, të mos ta provojmë. Shenjat e para për një karrierë ndërkombëtare janë të mira për Kanitën, e me këtë do të na befasojë në bashkëpunim në vete të shihet.